ndryshe. Atëre, ju jeni dishendentët, pasardhësit e familje shumë të rëndësishme për historinë e Shqipërisë. Secili nga ju është pjesëtar e një familje shumë të rëndësishme, e cila ka pasur ndikim të drejtë për drejtë tek Ismail Qemali dhe historia e tij në 1912. Tham që puntata e sotme do jetë e orientuar drejt pavarësisht, sigurisht kishte ndodhur ndryshe, kështu që atje jashtë janë disa pankarta, po ju lutem mos ja tregoni publikut, mos mbajini me kuriz nga publiku pankartat, mirë? Jo vetëm. Urdhëro. Kështu si për kështu, kam një eksperiment. Kjo është një lule lakër që bën kështu. Po. Dhe kjo është një lule lakër që bën kështu. Po, çfarë do të dish? Ju doni ta dini pse ndodhi kjo? Se ri në akull gjithkohës. Po, dikush e ka fut lule lakër në akull. Po janë këto dëshirat e tua, Ermal. Nuk e kuptoj këtë pasionin tënd të madh për lule lakrat dhe spinaqin. Jo, më desha me ju treguj recetë kimike, reaksion kimik që ndodh me lule lakën, po më duket se e bëra gabim se e nxora numrin nga gjendja, apo jo? Po, Ermali, po. Seriozisht, ku je? Po një duar trokitje për Ermalin, ha. Ja, okay, më rregull, zgjidhim ndryshe. Mirë, Ermali, shko me pankartën tënde. Po. Atëre, publik i dashur. Sot jemi në një emision televiziv I cili është 2XL Top Talk Show. Ashtë, kjo talk show ka si tem njerëzit të cilët janë në hije të pavarësisë. Cupi je moderatorja. Meni karige, Ermali. 3 në një anë dhe 3 në një anë. Nxitoni pak I lutem. Egi, ku është Egi? Po falis, hajde Lisa se. A se kështu jeni? Se kështu jemi ne. E ku është kjo? Në vërtet, ku është? Urdhë, Egi, urdhë. Faleminderit paq. A kemi filluar e? Fillojmë. Ja një sekundë. Da të ullet e ky xhaxhaj. Cupi, je një prezantuese që se ka me shumë qef punën e vetë. Genti, ti ke dhënë një kontribut të madh në pavarësinë e Shqipërisë. Këtu. Shpejt. Rin 3 se jam. Përshëndetje, jemi në emisionin me mëlçi të hapur, me zor të hapura, me kështu gjëra të hapura. Në appendix për jashta. Kemi këta persona që janë shumë të acaruar dhe janë gati që të hapin zemrën me ju. Shumë të acaruar, shumë të acaruar. Okej, së pari, kush janë juve? Kush jam unë? Juve. Kush jam unë? Po. Se ti kush jam unë, ha? Jo. Ashtu, ha? Po unë jam nipi I gjyshit tim. Qofsh më shëndet, po gjyshi kush është? Si kush është gjyshi? Po. Po gjyshi im është ai që mundësoj pavarësinë, moj zonjë. Që në të vërtetë lejoj të ngrijej flamuri në 1912-ën. Po gjyshi im, moj zonjë. Gjyshi im. Okej, bjerë shkurt se... Po pra, po I bie shkurt se s'kam kohë të flas gjatë. Po. Atëherë, ta dish, moj zotrote e zotë zonje, që po mos t'ishe gjyshi im, ai flamur s'kishte për dalë kur në balkon. Se ishte gjyshi im ai që e lyu balkonin. Po se e lyu 3 ditë përpara. Se po ta kishte lyer atë ditë. Ku do mbaj Ismail Qemali, do I bënshi duart me bojë. Edhe ky madje zgjodhi edhe ngjyrën e bojës. Hajde çfarë? Qishka, në fakt I kishte zgjodhi gjyshja. Gjyshi nuk dolte, edhe ndodhi një shef familjar midis gjyshit dhe gjyshesh, të cilët rrezikuan që mos shkonin bashkë në krevat, të mos linte papain, po s'linte papain nuk lindi asun, edhe rrezikonte ekzistencën e gjithë fisit ton. Sa kanë vujt? Ekzistencën e një kombi tër. Kanë vujt. E na keni lënë në arrest. Edhe I bëj thirrje. Fejzi, bëj një libër edhe për ne. Bëj një libër edhe për ne. Se na keni lënë në arrest. Je njëri shumë të rëndësishëm në jetën e Ismailit. Jo, nuk jam, jo. Po ne jemi shqiptar, moj zoj, jemi shqiptar. Na kanë lënë në arrest. Dhe çfarë po kërkoj? Po kërkoj një bust për gjyshin. Një bust 20 metra. Çfarë është 20 metra bust? Po çfarë jo. Një bust. Më fal se na keni lënë me të vërtetë në arrest, se unë nuk dua të nxefem si shoku para folç, po mos nxef se e di. Më falni, po kush jeni juve tani? Unë jam kush jam? Kush jam? Po kush jeni? Pa kush jam? Po kush jeni? Po me kush jam? Po kush jam? Jam nipi I një gjyshi në atë kohë me prosperitet. Nuk ishte një bojaxhi, sigurisht I rëndom, por jam nipi I Llazit. Kush është Llazi? Si kush është Llazi? Nuk bëhet pyetja kush është Llazi. Kush është Llazi? Ndryshon.
Ai moj zonjush apo çajeti moj zotrinj si. Zonjush. Ai Lazi. Këtë Ismailin që ju e ngreni në qiell te zotrin këtu e ka prekur me duart e veta. Kjo është ekskluzive, një njeri I cili ka qëndruar afër Ismail Qemalit. Lutem na tregoni se S'du ta tregoj. Po tani Po ta tregoj. Po ta tregoj. Ismail Qemali po kalonte sepse kishte një turmë atje, e cila e priste. Turma, kush po ndeksu? Turma, do të kitja. Dhe çfarë emocioni kishte moj vajz. Edhe duke ecur Ismail Qemali moj ti vajz, ishte aty në mes të turmës, kur tak I del gjyshi përpara. Edhe përplaset. Pop! Edhe aty si tha Ismaili. Më kujto. I tha, hape rrugën mor çor. Po, hape rrugën mor çor. Është ndryshe si, ne I themi hape rrugën mor çor. Hape rrugën mor çor. Ja pra, sa afër. Tentoj gjyshi 2-3 herë tjerë ti ditë përpara pas la eskorta, e kupton apo jo? Që ti thoshte ta prekte edhe një herë. Ti thoshte edhe një çordhë tjetër. Prandaj them që historia po harrohet më vajz. Harrohet historia dhe neve duhet jemi këtu që t'ju kujtojmë juve. Zoj zotria për çfarë? Dakor, faleminderit. Lazi forever. Po. Erman, je njipi një personi shumë të domosdoshëm në jetën e Ismailit. Kisha një pyetje. Mos është gjyshi jot ai që I thon çori I Lazit, çfarë është ajo kënga? Jo. Është tjetër. Dakor, pra e kuptuam. Është gjyshi asaj që ishi tash. Emo, ka gjë çimja kështu, pushon ashtu. Tani, Mor zotri, do flisni dhe ju. Unë do flas shumë pak, sepse ajo që kam unë për thënë, flet vetë. Por nga që s'flet do tani, po e them unë, do flas unë. Tani, jo s'ka lidhje me atë, pse çfarë? Tani, gjyshi im duhet patjetër që mos lihet në harres si është lënë. Se fjalën këta. Po, gjyshi im e thon drejtën, ka rrujt Ismail Qemalit. Po, e ka rrujtë. Ka qenë berbera. Ekskluzive. Traf pika, ku të shkoj menja? Okej. E ka rrujtë me to duar. Jo me to, po me duart e veta. Kështu që, unë dua që të shkruhet historia ashtu siç është dhe të përmendet gjitha, domethënë gjërat që kanë ndodhur. Se përveç se e ka rrujt, I ka heqë edhe I gjime në vetur. E ka pas kontra gjithmonë ai një gjime. I shkonte kundra, më kupton? Kështu. Po. Dhe ja hoqi. Tani, me thënë drejtën. Sepse kam dhe këtë librin, ky është libri I listës që ka pas gjyshi. Po nuk po ta them tani, por mbaja kujdes. Okej. Ai ke çuar arkivën e shtetit këto dokumenta të rëndësishme. Jo, akoma. Po pse si ke çuar? Na kanë lënë harres. Na kanë lënë harres, po nuk ka për të vdekur pa I po të gjitha, domethënë, amanetet. Po? Tani, shkoj Ismail Qemali. Ismail Qemali. Po. Shko ke Rapo. Rapo është bebe I përballë, kupton? Që ka qenë atë, tash s'është asi. Ai. Tash shko ke Rapo kur vjen I skandalizum nga Rapo, Ismail Qemali. Vjen ke gjyshi, futet aty. Hap te. Millo. Gjyshi. Më bëj derman Millo se shikosh më ka bërë Rapo jam, më ka bërë flokët si Baloteli. Tash, tha gjyshi, ujlu Ismail Bey, ujlu. Take, fake, wake, rake, qake, make, lake, tak. Kur? Iku papagujt Ismail. Mërshme. Dhe ja ku I ka? Mërshme. Ja ku I ka gjitha. Lista. Siç mund ta shikoni, ka dhe 2 extension. Ka I dekolorim pa paguar tjetër. Kemi dhe Fanolin që ka bërë një pastrim fytyre me dermabrasion me rërzinku. Zinku, po. I kemi këtu të gjitha, më kupton? Dhe ja pas ka dhe Ismail Qemali një kështu, një heqe vetllash tjetër, nuk ka lidhje me atë. Kështu që I kemi këtu të gjithë. Këto do të shkruajmë në histori, Unë kam ardhur, e kam nga familja ime këtë tabelën, dhe dua që drejtësia të çohet në vend, sepse jemi fiks I 100 vjet dhe ato leg janë edhe me komisionin që tash. Dakor, e meriton një duart profitje. E drejtë.
Lisa, protesta jote ka të bëjë me Marigon. Okej, faleminderit. Mirë, tani gjithsesi unë po iki se tash mbaruam. Më fal, më motor, një sekond. Ku shkon se s'kemi folur dhe ne? Po flet këtu. Keni dhe juve dhe po së morën vesh ne me gratë me njëra tjetrën. Kush do merret vesh? Tani unë nuk kam, unë dëgjova para folësit shumë mirë, po unë nuk kam punë fare me këta. Ismaili ishte kush ishte, po na dëgjoi edhe neve fjala se edhe ne kemi shkruar historinë, kemi cila është lidhja juaj? Lidhja jon, po, ne nuk kemi fare lidhje me Ismailin, nuk e njohim fare, ishte burr shumë i mirë, nuk na intereson fare. Por, ne kemi një lidhje shumë të ngushtë me Marigon, se mos kujtoni se do kalojnë në arrest. Po, gjyshi im. Po kjo është ekskluzive atëherë, kjo është ekskluzive. Ismaili dhe Marigoja, një lidhje së bashku. Gjyshi im, dëgjoj. Gjyshi im kishte një lidhje shumë të ngushtë me Marigon. Lidhja e ngushtë ndonë në faktin që gjyshi im është në arrest, sepse kishte emrin Marigon, me një nën fund. Ne kanë harruar ta shënojnë. Plus që tashi në të vërtet i ka dalë nami kësaj vajze sikur merren me flamuj. Po çfarë thua më? Po çfarë thuaj më, sikur si dinim ne, nuk merrem me flamuj më. Bënte hasude më gjithë ditën. Bënte hasude nga mëngjesi deri në darkë dhe gjyshi im e dinte shumë mirë, sepse skete jo, nuk e hante e bëste. Hallva në tavan. Dhe i çonte gjyshi im gjalpin e freskët mëngjes për mëngjes. Gjyshi. Kështu që ato llafe që Marigoja u zhduka se jo, shëndosh aq shumë nga hasudeja, sa nuk dilte më në sken. Prandaj unë dua që historia të rishkruhet dhe të kuptohet se cila ishte fytyra e vërtetë e Marigos. Se kush ishte Marigoja në të vërtetë. Kush ishte Marigoja? Historia shkruar shumë gabim. Dakor. Albano, gjyshi yt përfaqëson të buzëqeshjen e Ismailit. Shumë të drejtë. Dëgjoj më ti. Xhaxha. Po mor, Xhaxha. Jo këtu. A thashë Xhaxha? Ka një problem jashtëzakonisht të madh. Tu, me thë, të madh, me thë. Shumë të madh. Do thuash ti, jo më jo. Çfarë ka ndodhur? Domethënë të dalim në temë, çfarë ka ndodhur? Në temë, Qa çfarë ka ndodhur? Edhe më pyet. Po qa pyet, po si pyet më? Po më përpyeti jam. Qa pyet e më falë se s'gjova? Çfarë ka ndodhur ka? Po, qa ka ndodhur? Ta tregoj më falë se nuk gjova, prandaj. Si pyet ti qa ka ndodhur me? Diti qa ka ndodhur me? Si guxoni ju, jo ti se kush të pyeti? Je kot. Po si guxojnë ata moj? Më lën mua jashtë dhe për vetë rim brenda, e marrin lek, më lën mua ata, s'm japin mua ata 12 hektar toka në Kakome. Po unë, do me thënë unë, gjyshi im, Serveti. Ka themelu, ka hedhur themelin e parë të këtij shteti ku jetoni ju, edhe ti. Ti ku jeton ti, e ka bërë Serveti. Moraj apo jo? Edhe i se kishti nga undra. Ashtu, se po flasim për Servetin, për Dosido. E dini kush ka qenë Serveti? Kush ishte Serveti? Gjyshim ka qenë në klasë, qenë në fillore, qenë në kopsh me Ismail Qemali. Dhe Serveti, ka qenë si budalla. Ka këta të zhvilluarit me vones, ka qenë 2.8, që 6 vjeç. I gjatë 200 kile, ishte kështu. Gjyshi jot. Gjyshim, e më s'ka në gjithë, është fatkesin atyërore. Edhe, ishte në klasë me Ismaili. Ismaili, jo qeshni ju, po kështu themelohet shtetit shuna. Vete Serveti, moj ti kujti flasë, no kash. Po, dëgjoj me kënaqësi madje për gjyshin tënd. E paskalën një gel. Gel, vazhdo Geli. Te Serveti e kilon, valla. Po, vetë kështë e tjo, shiko, Serveti. Vende në shkollë, vende Ismail Qemali në shkollë. Ismail Qemali 3 mese, helbete budalla 2 metrë. E në kështu, një ditë, mori guxima i. Se ku kujton se gjeti gjitha të vetë besimi Ismail Qemali që ngriti flamuri mes turqve. U ngrit një ditë a futi Servetin me grusht, bap! E Serveti shkruan nesër, bën shok të ngushtë Ismail Qemali e rritë gjithmonë, se të dalë në temë se u zgjata shumë me kamë. Dua tokat të Kakome. Po, një sekundë të ta nxjerrim pastaj. Serveti tani, sepse ne jemi fis humoristash, do me thënë. Servetin e morën e I thanë dëgjoj, je shok I ngushtë me Ismail Qemalin, do futesh brenda në karrocë me Ismail Qemalin dhe nuk do ta lësh të mërzit asnjë moment. Do ta bësh për të qeshur. E kupton se jemi fis humoristash. E filluam si budallën, po pastaj e ligjëruam, jemi bërë humorista. Qeshni ne Serveti ishte humorist. Ishim të shëmtuar, tani qeshim se jemi kështu. Nejse. Edhe vjen Ismail Qemali, I thoshte Luiz Gurakuqit, për shembull, sa është data sot? 25, I thoshte. Sa është data sot? O Luiz. 25 thoshte. Mërzit Ismaili Luigi thoshte me stil Serveti, ço be për të qeshur, çoj Serveti në karrocë, karroca kaq ish bënë budallaj. Opa, Gangnam Style. Uri, ka sa këngë flamuri. Ku janë tokat tani? Ma shpjego pak. Po sa I paske gjallë gjyshi. Jo, ku janë tokat tani? Ma shpjego pak. Gjyshi bën art dhe muzikë këtu e 300 vjet. Ku janë tokat në Kakome? Dakor. Ku është kalaja e Rozafës? Pse s'ma jepni mua?
Po ç'pulltarin Nga Zafa nga Kakomeja Ka tek më fiska, Zafa. dua kalane Beratit më dha. Kemi bërë shtetin more. Por Zafa nuk është Kakome, më është në Korispol më vdjallë të shise. Okej. Po juve zotri, juve çfarë problemi keni? Ky duket që është nga Tropoja. Egi, dhe ti ke ardhur të ngresh zërin. Gjo këtu, vlla. Allah. Kam që nga data 28 nëntor, pa ngrënë. Okej. Ç'lidhje ka kjo me protestën? Si jo s'ka lidhje me plot protestën. O mbetëm duke i futur qorapet në frigorifer të ngrica moj, se s'kemi drita. A kupton ti apo jo? Po, kuptoj unë, po ç'lidhje ka kjo me Ismail Qemalin tani? Se ne po flasim për të lënë Qysh s'ka lidhje moj, po Ismaili është administratori pallatit moj. Bile s'ja nga këtu nga qa është kjo këtu, desha t'i bëj një thirrje. Po me një teknikat keqen, na rregulloj ato dritat se po na ikën mendja e Okej, shokës. gjithsesi gjitha këto nuk kanë lidhje fare. Këto nuk kanë lidhje fare. Jam sa pudallë, sa historia. Prava me mbres. S'ka lidhje fare këto. Merë edhe këtë. 20.000 kopje, 20.000 kopje.